Një nga nevojat më të reja të kompanive sot është ruajtja e dokumentave dhe informacionit në mënyrë digjitale. Me përshpejtimin e procesit të digitalizimit, blerja e memores dhe serverëve për ruajtjen e të dhënave, qoftë fizik apo në cloud, ka kaluar nga një zgjedhje opsionale në një domosdoshmëri për funksionimin e bizneseve. Sipas të dhënave të Agjencisë Europiane të Statistikave, rreth 33.6% të kompanive shqiptare kanë investuar në server ose shërbime cloud për të ruajtur informacionet e tyre. Sa i përket kostove, shpenzimet për cloud ndryshojnë sipas madhësisë së biznesit dhe nivelit të përdorimit. Për bizneset e vogla dhe të mesme, kostoja mesatare varion nga $20 deri në $100 për përdorues në muaj, çka përkthehet në rreth $240 deri në $1.200 në vit. Këto shërbime përdoren kryesisht për ruajtjen e dokumentave, komunikimin përmes emailit, kopje sigurie të dhënave dhe aplikacione bazë menaxheriale, ndërsa kompanitë e mëdha shfrytëzojnë cloudin në një shkallë shumë të gjerë për analizat e avancuara të dhënave, inteligjencë artificiale dhe sisteme kritike për operimin e biznesit. Në kompanitë e mëdha, blerja e cloudit mund të tejkalojë disa herë koston mesatare. Krahasimi i të dhënave në nivel rajonal tregon se Shqipëria renditet e dyta për përqindjen e kompanive që përdorin cloudin, menjëherë pas Serbisë, e cila kryeson me 41.5%. Pas Shqipërisë vjen Mali me 33.3%, ndërsa Bosnia-Hercegovina mbetet vendi me përqindjen më të ulët të kompanive që kanë investuar në servera apo memore digjitale. Në nivel evropian, vendet e Europës Veriore kryesojnë bindshëm përdorimin e cloudit. Finlanda spikat me gati 80% të kompanive që e blejnë këtë shërbim, e ndjekur nga Suedia, Malta, Irlanda dhe Danimarka. Në anën tjetër të renditjes qëndrojnë Bullgaria, Turqia dhe Greqia, ku kompanitë tregojnë më pak të prirura për të investuar në servera apo shërbime cloud.